Një super aksion antidrog i policisë në Fier dhe Mallakastër është finalizuar me arrestimin e 11 personave dhe me sekuestrimin e 343 kg kanabis sativa dhe 425 fara të kësaj bime. Ndërkohë 3 persona të tjerë janë proceduar penalisht dhe 2 janë shpallur në kërkim. Mësohet se policia ka nisur të hetojë prej 3 muajsh një grup të gjo kriminal që kishte bazën në fshatin Ninosh të Mallakastrës. Në këtë zonë janë zbuluar 6 baza të përgatitjes së drogës për shitje, mes të cilave edhe shtëpia një 82 vjeçare që është shpallur në kërkim. Burimet e policisë tanë se zbulimi dhe kapja e këtij grupi u arrit përmes përgjimeve telefonike. Të arrestuarit janë Mehmet Skënderaj, banues në Vlorë, Artan Skënderaj, banues në Ksamil, Leo Tafa, Eglantin Tafa, Ardit Tafa, Dorian Tafa, Meto Skënderi e Miklovan Kuka, të 6 banues në fshatin rreth Libovsh të Fierit. Nga kontrolli ushtruar në banesën e Mehmet Skënderaj në fshatin Ninosh të Mallakastrës, u sekuestruan 145 kg kanabis sativa dhe 425 fara kanabisi. Në vijim të operacionit u arrestuan edhe Fatos Skënderaj, Albert Sulaj dhe Bajram Sulaj, të 3 banues në fshatin Ninosh të Mallakastrës. Nga kontrolli ushtruar në banesën e Skënderajt u gjetën 91 kg kanabis, një armë zjarri gjysmë automatike dhe 75 fishek. Ndërkohë në banesën e Albert Sulajt dhe Bajram Sulajt u sekuestruan përkatësisht 24 kg kanabis. Gjithashtu janë shpallur në kërkim dhe 2 persona të tjerë, mes tyre një 81 vjeçar, pasi në banesën e të moshuarit që shërbente si bazë për prodhimin dhe shitjen e lëndës narkotike, janë gjetur e sekuestruar 62 kg kanabis. Mësohet se personat arrestuar e blinin drogën në fshatin Ninosh dhe më pas e shpërndanin në destinacione të ndryshme.